Një aksident rënd trafiku me një makinë dhe 2 kamion ka ndodhur në Bavari të Gjermanisë, duke lënë të lënduar rënd 2 persona. Atje makina u fut në rimorkjon e kamionit që peshonte disa tonë. Shoferi i makinës dhe pasagjeri u lënduan u dërguar në emergjencë dhe raportuan se gjendja e pasagjerit është kritike. Siç raportojnë mediat, makina u përplas me një kamion që ishte ndalur në një kantier ndërtimi në autostradën A6 pranë Vikerstruth, Bavaria, të martën pasdite. Pastaj një kamion tjetër u përplas në makinën më pas duke e shtypur atë në rimorkjon e kamionit të përplasur. Kolosi i çelikut shtypi gjithashtu një kamion të tretë në pjesën e përparme. Të gjithë shoferët e kamioneve pësuan lëndime të lehta. Makina e shpuar pas përplasjes, të 2 pasagerët u dërguan në spital.